Articat vemat bucrën car, me fugire kësaj zemre do të këndoj. Të dashur teleshikues, Lezha, beslidhja që ndërtoi shtetin dhe mesazhi që duhet të dëgjojmë sot. Ka vende që janë thjesht qytete dhe ka vende që janë një histori e gjallë. Lezha është një nga ato hapësira ku guri, gjaku dhe fjala u bashkuan për të krijuar një akt që ndryshoi rrjedhën e historisë shqiptare. Më 2 mars 1444, në katedralen e Shën Nikollës, princrit shqiptar u mblodhën për të bërë diçka që dukej pothuajse e pamundur për kohën, të bashkoheshin. Kjo ngjarje u njoh si beslidhja e Lezhës ose lidhja shqiptare e Lezhës dhe përbën kulmin e traditës shtetformuese shqiptare në mesjet. Por Lezha nuk është vetëm një kujtim i largët. Ajo është një mesazh dhe ky mesazh sot duhet të dëgjohet sërish. Më 2 mars 1444, ku shqiptarët vendosën të bëhen një, në këtë kuvend morën pjesë princrit më të rëndësishëm të kohës, Gjergj Araniti, Andrea Topia, Teodor Korona Muzaka, Gjergj Stres Balqa, Pal dhe Nikol Dukagjini, Lek Zaharia, Pjetër Spani, Lek Dushmani, Stefan Çernoviçi, madje dhe përfaqësues të Republikës së Venetikut që ishin të pranishëm si vëzhgues. Vendimet e marra ishin historike. Krijimi një beslidhje arbrore, formimi një ushtrie të përbashkët, krijimi një arke të përbashkët për financimin e luftës, vendosja e Gjergj Kastriotit Skënderbeut si kapiten të përgjithshëm. Kjo nuk ishte vetëm një marrëveshje ushtarake, ishte një kontratë politike dhe morale, ishte një akt i vetëdijes kombëtare, një model i hershëm i demokracisë shqiptare. Lidhja e Lezhës funksiononte mbi parimin e vendimit të shumicës dhe respektit të sovranitetit të princarëve në tokat në tyre. Forcat ushtarake të secilit u vunën në komandën e përbashkët, por vetëm për mbrojtje kolektive. Pas kuvendit, Skënderbeu organizoi 8.000 kalorës dhe 7.000 këmbësorë dhe 3.000 trupa kufitare nën Mojsi Golemin. U krijua rrjeti i informacionit për lëvizjet e armikut. Në thelb, lidhja ishte një shtet në embrion. Torvjolli, prova e parë e bashkimit. Në qershor të vitit 1944, një ushtri osmane prej 25.000 vetash nën Ali Pashën u përball me forcat shqiptare në Torvjoll. Rezultati, fitore e plot shqiptare. Torvjolli ishte prova se bashkimi funksiononte. Ai i dha besim popullit, i dha autoritet Skënderbeut, i dha zë ndërkombëtar çështjes shqiptare. Sukseset e lidhjes shqetësuan Venetikun. Dokumenti thekson se përpjekjet për përçarje dhe konflikte rreth Danjës vazhduan, ndërkohë osmanët nuk pushonin. Rrethimi i parë i Krujës në vitin 1450 përballi 100.000 trupa osmane me rezistencën shqiptare. Vrana Konti refuzoi ofertat për dorëzim. Sultani u largua i mundur. Uji i bardh, strategjia që të ndriti perandorin. Në vitin 1457, ushtria osmane prej 80.000 vetash u përball me manovrën e jashtëzakonshme të Skënderbeut në Albulen, në ujin e bardh. Rezultati, shpartallimi total i ushtrisë osmane. 5 vite pasulme shkatërrimtare, 5 vite frymarrje për një kombë të vogël që përballej me një perandori gjigande. Rrethimet e Krujës, qëndresa si identitet në 1450, 1466 dhe 1467. Kruja u rrethua nga ushtri gjigande osmane. Sultan Mehmeti II solli 1.500 trupa dhe artilleri të rëndë, por Kruja rezistoi, ndërkohë vendi u varfërua. Kishte uri kudo. Shkatrimet ishin të mëdha, por identiteti u forcua. Janari i vitit 1468, kuvendi i fundit. Në janar të vitit 1468, Skënderbeu thirri një tjetër kuvend në Lezhë. Ai ishte i sëmur dhe vdiq po aty. Me vdekjen e tij, lidhja humbi figurën unifikuese,
por fryma e beslidhjes nuk u shua. Qëndresa vazhdoi në Shkodër, Himar, në kryengritjet e mëvonshme. Mesazhi i lidhjes për sot. Sot, kur shohim Lezhën, kur shohim Kalan, kur kujtojmë 2 marsin e vitit 1444, duhet i bëjmë vetes një pyetje. A jemi ne sot më të bashkuar se princit e Mesjetës? Po apo jo? Atëherë pse djegim kalat e njëri tjetrit? Ata kishin rivalitete, konflikte, ambicie personale, por përballë rrezikut ekzistencial vendosën të bashkoheshin. Sot rreziqet janë të tjera: emigracion masiv, përçarje politike, korrupsion, humbje besimit tek shteti, por thelbi është i njëjtë. Pa bashkim nuk ka forcë. Lezha na mëson se shteti nuk ndërtohet me ego, ndërtohet me përgjegjësi kolektive, me kompromise, me sakrificë. Lezha është simboli i shtetit që duhet. Besledhja e Lezhës shënoi hapin më të rëndësishëm drejt një shtetit përqendruar shqiptar. Ajo ishte një model i hershëm i vendimmarrjes me shumicë, ishte modeli i komandës së unifikuar, ishte modeli i financimit të përbashkët për një kauzë kombëtare. Sot kemi institucione moderne, po a kemi frymën e beslidhjes? Lezha nuk duhet të mbetet vetëm ceremonie përvjetore, duhet të jetë standard moral i kombit ton. Beslidhja nuk ishte thjesht luftë kundër Osmane, ishte luftë kundër përçarjes. Sot Shqipëria dhe shqiptarët kudo që janë, në Tiranë, Prishtinë, Shkup, diasporë, ka nevojë për një beslidhje të re, beslidhje për zhvillim, beslidhje për drejtësi, beslidhje për arsim dhe kulturë, beslidhje për një shtet funksional. Nëse princit e vitit 1444 arritën të uleshin në një tryezë përballë një perandorie, ne sot nuk kemi asnjë justifikim për të mos u ulur përballë njëri tjetrit. E si përfundim, Lezha është më shumë se histori, është ndërgjegje. Me 2 mars 1944, shqiptarët provuan se mund të bëhen një. Në 1450 provuan se mund të rezistojnë, në 1457 provuan se mund të fitojnë, në 1468 provuan se ideja bjeton dhe kur lideri vdes. Beslidhja e Lezhës mbetet akti më i lartë i vetdijes politike shqiptare në mesjet. Dhe sot, nga Lezha, historia na flet qartë. Bashkimi nuk është luks, është mbijetesë. E pyetja është, a do ta dëgjojmë jehonën e beslidhjes së Lezhës? Të dashur teleshikues, gëzuar këtë festë bashkimi, beslidhjen e madhe të Lezhës. Artikat vema të bukur në kar, me fuqinë e kësaj zemre do të këndoj.